Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Në 30 vitet e fundit, Shqipëria ka humbur 40% të popullsisë së saj për shkak të emigracionit. Më së fundi, raporte të institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare si Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim OECD, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe institucione të tjera, kanë raportuar lidhur me këtë dukuri jo vetëm shqiptare. Sot i ftuar e im për të trajtuar pikërisht këtë emigracion të 30 viteve të fundit, karakteristikat e tij, por në të njëjtën kohë edhe specifikat shqiptare të këtij lloji emigracioni, është analisti, eksperti i ekonomisë Bardhi Sejdarasi. Bardhi, përshëndetje, faleminderit që do të jemi bashkë në këtë takim. Është një temë kjo sa sociale, por edhe ekonomike, sigurisht me pasoja për një vend të vogël siç është Shqipëria, dhe siç e thash, pra kemi të bëjmë së fundmi me raporte të rëndësishme, është Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, OECD-ja, të cilat e kanë trajtuar në mënyrë të hollësishme me raporte që edhe media shqiptare i ka trajtuar tërësisht, dhe sigurisht edhe një raport i vitit 2024 i Eurosurvey, i cili mat qëndrimet ndaj emigrimit në rajonin e Europës qendrore, lindore dhe juglindore. Sigurisht që këto janë shifra shqetësuese për Shqipërinë. Juve jeni njohur me këto raporte dhe si i vlerësoni ato? Unë falenderoj për temën që keni zgjedhur, sepse siç ata është një temë globale që ka prekur shumicën e shteteve të botës dhe për të cilën shumica e shteteve të botës lufton dhe përpiqet që të minimizojë efektet që vijnë nga një emigracion i tillë. Shqipëria do e mos që përbën një nga shtetet që ze një nga vendet e para, jo vetëm në Europë, por edhe në botë, që lidhet me largimin e shqiptarëve nga vendi i tyre. Në raport me popullsinë është shifra alarmante. Ju përmendët që në çdo 100 shqiptar, 40 janë larguar në Shqipëri, dhe kjo bën fjalë nga viti 1990 deri në vitin 2023, aq sa përfshin në raportet që cituat. Por ky është një fenomen që vijon, është një fenomen që po kalon në disa faza. Ne themi faza e parë e migracionit, faza e dytë. Pra edhe tani në 2010 e mbrapa ne kemi pasur përsëri një migracion të ri. Është shqetësues, vërtet, ju keni drejtë që është shqetësues. Është shqetësues sepse një emigracion i tillë i rritur jep efekte të ndjeshme. Unë po ju përmend shifrat ndërkombëtare, të raporteve ndërkombëtare, jo ato shqiptare, edhe pse Shqipëria dhe një stati ka shifra të tilla, që tregojnë se ky largim masiv i shqiptarëve, do ta quaj me plot gojë masiv, sjell çdo vit të rënit prodhimit të brendshëm bruto 0,2%. Dhe kjo ndikon mjaft nevorin. Madje raporti i fundit i Bergjet që përmendet e shtyn hapësirën e matjeve edhe të surveyit të kërkimeve deri në vitin 2050, kur thotë që ndikimi në prodhimin e brendshëm bruto do të jetë deri nga 0,2 deri në 0,5%, që është një gjë shumë. Dhe në raportin e Bergjit, në fakt, po edhe në raportet e tjera, kjo kurb shikohet në rritje, pra është progresive. Dhe prandaj është lehtësisht. Unë e kam përmendur dhe më përpara që ne do të përballemi, i gjithë globi përballet me një fenomen. Vitin 2080-2100, siç janë të dhënat e organizatës botërore, popullsia në botë, ajo që është mbi 65 vjeç, pra popullsia në moshë të thyer, kalon popullsinë 9-18 vjeç. Është rasti i parë që ndodh. Pra në 2100 ne do të kemi më shumë 65 vjeçar në botë se sa do të kemi tani. Se sa 18 vjeçarët. Në Shqipëri kjo afrohet rreth vitit 2050. Gjë që e bën shumë komplekse dhe shumë të mpret çështjen e migracionit. Po shiko, duhet të japim përgjigje edhe një fenomeni tjetër që lidhet me debatet të mëdha politike që ne bëjmë, se cila qeverisje stimulon apo nuk stimulon migracionin. Unë kam të dhënat e sakta, me qenë se jam pjesë e Këshillit të Statistikave dhe po marr parasysh censuset që janë bërë në Shqipëri, po marr censusin e parafundit dhe të fundit. Në censusin e parafundit, nga 2000 deri në 2011, ne kemi patur rreth 420.000 largime të shqiptarëve. Mesatarisht na ka dalë mes 40 dhe 45.000 qytetarë shqiptar të larguar për çdo vit. Duke qenë se censusi i ri i fundit i 2013-s nuk u bë për 10 vjet sa që është standardi për shkak të pandemisë dhe të Covidit, por u bë për 12 vjet, ne përsëri kemi të njëjtin tregues. Pra është pothuajse e njëjta shifër, 40 deri në 45.000 shqiptarë që largohen vetëm për shkaqe të kërkesave të tyre ekonomike, të ndikimit që jep tek fëmijët e kështu me radhë, se ka shumë faktorë që ndikojnë. Gjë që do të thotë që në 25 vitet e fundit, qoftë edhe që nga 90-ta deri sot, ne kemi patur pothuajse të njëjtën
shifër të largimit shqiptarëve nga Shqipëria. Nuk është arritur dot përveç vitit 2010 që sepse janë dy elementë që lidhen me emigracionin, emigracioni bruto dhe neto. Bruto është një emigracion në të cilën llogariten të gjithë ata që ikin nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Neto është ai emigracioni i cili llogarit edhe ata që rikthehen. Pra kemi numër të madh. 2010 për shembull është një numër rekord të rikthyer në Shqipëri, të cilët për fat të keq të Shqipërisë, po dhe për fatin e keq të tyre, kanë një tregues tjetër signifikativ që mbasi janë rikthyer në Shqipëri kanë kërkuar të riemigrojnë. Dhe në fakt Bardhi pa shkuar ende në këtë nën dukuri do ta quaj, sepse ajo kryesorja sigurisht që është emigracioni, më bëri përshtypje një anketë e Bankës Qendrore të Austrisë që është realizuar në vitin 2024, që vuri në duke se gjysma atyre që ishin rikthyer në Shqipëri donin të largoheshin sërish. 30% e tyre që morën pjesë në anketë kishin jetuar jashtë vendit më parë, por gjysma e tyre, pra rreth 50%, duhet të largohen sepse kanë përjetuar zhgënjim. Tani, largimi nga vendlindja për një jetë më të mirë. Sigurisht që kjo është edhe një shprehje, është një top fjalësh që përmendet shpesh, dhe ky sigurisht që është një nga momentet dhe nga motivet kryesore të emigrimit në vendet që nuk largohen nga luftrat apo nga kushtet të tjera. Dhe pas viteve 90 në Shqipëri, të gjithë ata që largohen etiketohen për një jetë më të mirë dhe vetë deklarojnë se shkojnë për një jetë më të mirë. Por, aktualisht, Shqipëria nuk është më Shqipëria e viteve 90, sepse Shqipëria është një vend që ka shënuar rritje ekonomike, nga ana tjetër lëvizja e lirë e shqiptarëve që prej afro më shumë se 15 vjetësh nuk është më një pengesë që ata të provojnë aftësitë e tyre, fatin e tyre jashtë vendit. Dhe vendi ynë është një kandidat i fortë për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Pse është kjo specifik dhe përse ndodh në gjykimin tuaj? Të gjithë këta parametra që u përmendet, këta tregues janë vërtet, siç me të drejtë ju përmendi, nuk kanë arritur dot që të sigurojnë atë klimë të favorshme që kërkojnë ata që rikthehen në Shqipëri, ata që kanë ikur 90-ën dhe që rivjen. Me çfarë kuptojmë me klimë të favorshme? Ja ta them. E para lidhet pikërisht me mënyrën, me incentivat dhe me mundësitë që krijojnë në ekonomi. Ata vinë me një përvojë tashmë të fituar në një nga vendet e Bashkimit Evropian apo më gjatë. Një pjesë e tyre kanë dashur dhe të hapin biznese. Kanë profesione, kanë bizneset e tyre, madje kanë dhe kapitalin e tyre, sepse duke punuar për një periudhë të gjatë jashtë vendit, kanë siguruar dhe kapitalin. Ne bashkëjetojmë me ta, ne shikojmë që shumë biznese janë, sidomos në shërbime, janë që kanë qenë emigrant në vende të ndryshme. Por e përmenda klimën për të thënë që ata nuk e gjejnë atë klimë investimesh që e kanë patur në vendet ku kanë qenë, ku kanë punuar. Pra, gjejnë burokraci më shumë, gjejnë korrupsion më shumë dhe sigurisht që kjo prek pikërisht atë është pjesa e zhgënjimit. Është pjesa e zhgënjimit. Tjetra ka të bëjë me fëmijët. Ne të gjithë tentojmë në çdo rast që të kemi mundësi që të kemi shkollim të mirë. Ne vazhdojmë në Shqipëri që të kemi probleme shumë të mëdha me arsimin, veçanërisht me arsimin e lartë. Në raportet ndërkombëtare kjo është pjesa e analfabetizmit funksional është një dhimbje madhe për shqiptarët dhe vazhdon të jetë edhe më sot. Po ashtu shërbimet, atë do të thosha, shërbimet që lidhen me shëndetësinë dhe me arsimin. Ne themi shëndetësia është falas, po kemi një numër të madh problemesh të cilat nuk dalin te ky konkluzion të një shëndetësi falas. Dhe të gjitha këto të përfshira në një tregues të vetëm bëjnë që të mos krijohet ajo klimë që u thash që nëse unë kthehem nga një vend i Bashkimit Evropian dhe dua të jetoj në vendin tim, ku kam njerëzit, ku kam gjuhën time të tjera, këto janë pengesa domosdoshme. Pjesa tjetër që lidhet me të ardhurat është një problem shumë i madh. Pra, ju mund të punoni këtu. Do shikoni që dhe sistemi i tatim taksave dhe sistemi i të ardhurave është një sistem që nuk stimulon një jetesë dinjitoze. Këtu po flas për të gjithë ata që kanë biznes private që përballen pastaj me sistemin e tatim taksave. Sepse pavarësisht përpjekjeve të mëdha që me të drejtë ju përmendi që janë bërë, pavarësisht angazhimit të madh që kanë qeveritë në tërë këto vite, ne nuk kemi arritur që të jemi kompetitiv, të jemi konkurrent, të kemi produktivitet. Shqipëria mbetet një nga vendet me produktivitetin më të ulët. Gjë që e bën që përballë partnerëve evropianë, apo qoftë në rajon, të mos jetë konkurruese, duke mos qenë konkurruese, ne nuk kemi nivel të lartë pagash, ne nuk kemi nivel të lartë produktesh të cilat të konkurrojnë në tregjet ndërkombëtare. Ju përmendi Bashkimin Evropian dhe me të drejtë. Ne po parafrojmë legjislacionin dhe po presim që të paktën për një dekadë, them unë, të kemi mundësi që të konkurrojmë në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, nga një vend me 2.36 milion banor që jemi sot, të kemi mundësi që të konkurrojmë me 6 milion në Ballkan, apo edhe me 30 milion që është pjesa e shqiptarëve që mblidhet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po me çfarë produktesh edhe me çfarë
mentaliteti, desha temë duhet konkurojmë, sepse ne as këtë nuk e kemi. Kjo i bën pra këtë pjesë të emigracionit shqiptar që të rikthehet, të shoh që nuk ka ndryshuar asgjë, se ka ndryshuar shumë pak nga 1990 dhe të kërkojë të rikthehet. Sondazhi interesant i Austrisë na tregoi pikërisht të dukuri. Ne nuk e kishim patur këtë. Ne tani e gjetëm këtë mundësi që ta shikojmë nga institucionet kombëtare. Raste sporadike të njerëzve tanë të afërt kështu. Jo, tani është një sondazh dhe tani është një trend i cili thotë që në 100 veta, 30 veta duan të ikin urgjentisht të rikthehen. Ky është një gjë që na dëmton, ne pse na dëmton? E para ne nuk kemi më fuqi punëtore të aftë për punë. Ne po vuajmë tani dhe po marrim nga shumica e shteteve të vendeve të botës. Se për fakt të keq ata që largohen janë në moshë pune dhe janë aktiv për punë. Kjo krijon një problem tjetër që ne nuk kemi akoma sot një skem të sigurimit shoqërore. Largimi masiv i këtyre njerëzve nuk e stimulon dot skemën dhe ne kemi pensionet më të ulta sot në gjithë Evropën. 8% e mesatare. Edhe kjo është sigurisht. Tjetra është që ne tashmë duke na larguar ky numër i madh i njerëzve nuk kemi dhe lindshmërinë. Pra rritja natyrore e popullsisë që është diferenca midis lindjeve dhe vdekjeve, po na krijon një problem shumë të madh, sepse zvoglimi i popullsisë zoglon të ardhurat që lidhen me sigurimin shoqëror, zoglon nevojën e fuqisë punëtore të nevojshme dhe të gjithë këta faktorë mblidhen tek një i vetëm që e bëjnë Shqipërinë të dalë në ato shifra që u përmendet. OECD-ja ka vetëm 37 shtete anëtare. Nëse unë do të referohesha edhe vendeve të tjera, sepse OECD-ja përmbledh vendet më të zhvilluara perëndimore, por nëse do merrja Fondin Monetar dhe Banka Botërore dhe të shikoja të gjithë treguesit, nuk është më 2.2 në 100 shqiptarë që kanë emigruar, shumë i lartë ky numër. Ju përmendet 40%, po e di domethënë që në 100 shqiptarë 40 janë emigracion. Pra i mungojnë vendit 40 fuqi punëtore, se janë fuqi punëtore. Prandaj them që plaga e emigracionit është një plagë që prek çdo njerin dhe për të cilën duhet punojnë që të gjithë. Tu nuk ka rëndësi se cila qeveri është e majtë apo e djathtë. Unë ju thash faktin e Institutit të Sigurimeve, të Institutit Statistikave që ne kemi pothuajse të njëjtën shifër të largimit shqiptarëve në të gjitha vitet e demokracisë, që nga 90-ta deri sot, pavarësisht që temat politike janë të tilla që në periudhën tonë kanë ikur më pak më radhë. Pavarësisht zhvillimit, hapjes së vendit e të tjerë. Por megjithatë, Bardi, në këto raporte përmes anketimeve të ndryshme janë analizuar se Shqipëria nuk është një rast i izoluar. Ato kanë analizuar dhe vende të tjera të rajonit tonë që gjithashtu kanë emigracion, por jo në nivelin e Shqipërisë. Vetëm Kosova na e kalon, sepse Kosova ka 50%. Po, sipas të dhënave të Instatit dhe vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, pra mbi 40% e popullsisë së Shqipërisë është në emigracion, siç edhe e përmendëm. Por vitet e fundit, sidomos, cilat janë ato arsyet apo motivet specifike për emigrimin dhe çfarë është bërë, sepse duhet ketë një strategji për parandalimin e kësaj dukurie. Po e nis me më të freskëtën që lidhet me buxhetin afatmesëm dhe nuk kam parasysh vetëm buxhetin e vitit 2026, për të cilin qeveria është duke miratuar dhe ka vendosur që paga minimale, që është ajo që është një indeks që njihet nga 40.000 lekë të bëhet 50.000 lekë dhe pastaj deri në vitin 2030 të shkojë deri në 70.000 lekë apo 700 euro, siç zakonisht raportojnë edhe zyrtarët. Po ashtu kemi një rritje graduale të pagës në sektor të rëndësishëm, siç janë, po them, ndërtimi edhe turizmi. Madje kohët e fundit qeveria vendosi edhe paga dysheme, në të cilat nuk duhet të paguhet asnjë. Vjen ndërtimi e ka pagën midis 80.000 lekë dhe 1.400.000 lekë, që do të thotë që ti nuk mund të paguash më pak se kaq se detyrimet do të paguash. Këta faktorë, po dhe faktorë të tjerë që lidhen sidomos me bonusin e bebeve, që është prapë një gjë me interes që lidhet me emigracionin, kanë tentuar që të zvoglojnë numrin e njerëzve që kërkojnë të ikin nga Shqipëria. Po gjithsesi nuk janë determinantë. Ka shumë shtete të botës që po e bëjnë. Apo edhe turizmi ka patur iniciativa të ndryshme, për shembull për të kthyer në shtëpitë të parëve, në fshatrat. Po kjo është për shembull nisma paketa e maleve fjala vjen. Gjithashtu ka disa incentiva. Fshatrat e të tjera iniciativa. Janë disa incentiva që qeveria thotë nëse ju riktheheni dhe investoni në tokën tuaj, për 10 vite nuk do paguani tatimet e taksa. Fjala vjen taksa infrastrukturës apo detyrimet e tjera. Këto janë një pjesë lehtësisht motivime që duhet, por gjithsesi ju thash, çështja më e madhe është çështja e klimës që duhet krijohet. Klimës që duhet krijohet jo vetëm thjesht për ata që vinë nga emigracioni, por edhe për vendasit. Rritja e produktivitetit, nevoja për fuqi punëtore aktive, rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve, afrimi
veçanërisht i shërbimeve utilitare, siç janë arsimit dhe shëndetësia në nivelin që e kanë vendet e rajonit, në nivelin që ka Bashkimi Evropian, me që tentojmë të ikim drejt Bashkimit Evropian, duhet detyrimisht të përbëjnë determinancë, të përbëjnë pjesën kryesore, sepse një emigrant vjen nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, dhe sigurisht ai është mësuar dhe ka ndier atë sistem që është në atë vend, në një vend Bashkimit Evropian. Po flasë për Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kemi numër të konsiderueshëm. Në momentin që nuk e gjen këtë ose të paraafërt me këtë, krijohet pikërisht ajo dilema e madhe që pse duhet të ri në Shqipëri të iki prapa aty ku kam qenë. Unë kam një merak të madh që mbas 2030-s, 2035-s ne do kemi një numër, po patjetër do kemi një numër shumë të madh njerëzish që tashmë nuk kanë asnjë kuvizim për të lërguar. Ne kemi sot një kuvizim. Është e pritshme në fakt pasi edhe vendet e fundit fare, Rumania dhe Bullgaria që kanë hyrë në BE. Unë do thosha që kësaj duhet i paraprim, sepse nëse sot ne kemi të drejtë të shkojmë 90 ditë jashtë vendit e të kthehemi prapë, në këto vitet që u përmenda, ne nuk në kërkon asnjëri që të kthehemi prapë. Ne ikim dhe sigurojmë jetën tonë. Madje kjo nuk është vënë re vetëm në vende si Rumania, Bullgaria, është vënë re edhe në vende si Greqia. Ka një element edhe që lidhet edhe me sondazhin që kanë bërë austriakët. Elementi që kur rikthehen shqiptarët që kanë punuar jashtë vendit, nuk është se ikin vetëm ata ju mbushin mendjen edhe të afërmve, sepse kjo ka të bëjë me kulturën shqiptare. Ky është numri i madh që ne identifikojmë. Unë ju thash 420.000 shqiptarë kanë ikur vetëm nga censusi i fundit, vetëm duke krahasuar numrin e popullsisë të regjistruar. Ne kemi një cens që bëhet me një fotografim që quhet, po kemi edhe në çdo muaj në janar Instituti i Statistikave llogarit tash i bën të plot, nuk është fotografim, po mat numrin e popullsisë. Pra nga 2.4 milion që kishte censusi 2023-shit, 2025-a e ka 2.36, pra kemi ulje përsëri të numrit të qytetarëve shqiptarë. Dhe Bardhi është, le të themi, po ta shikojmë në anën tjetër të klesidrës, do të shikojmë ne për shembull si shqiptar gëzohemi shumë që në çdo cep të botës ne takojmë shqiptarë dhe bashkëndëtarët tanë. Por kjo në themel, pavarësisht emocionit, janë të gjitha këto raporte dhe është dëmi që është bërë Shqipërisë nga imagjinoni çdo të thotë 0,2-0,5% e GDP-s të bjerë vetëm nga emigracioni. Imagjinoni sigur të gjithë emigrantët të riktheheshin në Shqipëri. Të gjithë kapitali që kishin siguruar për kaq shumë vite që kanë punuar jashtë të vinden në Shqipëri. Ne sot kemi vetëm nga kursimet një numër të konsiderueshëm të ardhura që janë depozita bankare që nuk i shfrytëzojmë, 12 miliardë euro po them. Imagjinoni që të vinin të gjithë shqiptarët që kanë qenë jashtë se në ç'nivel do të ishte Shqipëria. Që më pezmaton kur mendoj që po vinë dhe po ikin dhe kjo nuk është gjë e mirë. Qeverit pa përjashtim, të gjitha qeverit duhet ta kenë në fokus këtë gjë, këtë çështje. Çështjen e krijimit të kushteve më të favorshme, sidomos për ata që rikthehen. Pavarësisht se emigracioni ka ekzistuar, do të ekzistojë dhe është e drejta e çdo njeriu, por për vende të vogla si Shqipëria, sigurisht që kjo është një emergjencë. Bardhi, unë të falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndam së bashku në analizë. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot. Ne u ndalëm në raportet e fundit ndërkombëtare lidhur me situatën e emigracionit në Shqipëri, një nga vendet me nivelin më të lartë e emigracionit për sa i përket popullsisë. Ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë e analizë. Miru takofshim.